Është hyrë seanca e parë paraprake për vrasjen e 14 vjeçarit Martin Cani, shkaku bë mungesa e shokut të Canit, I cili mbeti plagosur pas konfliktit në afërsi të shkollës Fanoli në Tiranë. Të pranishëm në seancë ishin dhe dy prindërit e viktimës, Ëngjëll dhe Florina Cani, të cilët u futën në gjykatë të kapur dorë për dore. E ëma tha për gazetarit se ajo nuk do të dorëzohet derisa të vendoset drejtësia për të birin. Do luftoj që dal e drejta, për drejtësi kemi ardhur, dal e drejta dhe të mbrohen gjithë fëmijët. Sepse sot më ramu nesër mund të bëj kujdo. Se edhe fëmia im të bëhet një simbol për fëmijët e tjerë që mos ndodh te asnjë familje. Kjo tragjedi shumë mua ndodhi. Avokati familjes Cani kërkoi që seancat të jenë të hapura me prezencën e medjave. Këto lloj seancash ku pothuajse gjithë dosja ka dalë në publik, s'ka më sekret, nuk ka më emra personazhesh apo personash të përfshirë në këtë ngjarje, të mbetet e mbyllur për publikun. Duhet jetë seancë ku marrin pjesë gazetarët, marrin pjesë qytetarët, se në këtë formë ne bëjmë drejtësi jo vetëm në dhënien e drejtësisë, por dhe në dukje drejtësisë në mënyrë që të arrijmë në përfundimet e duhura. Martin Cani u vra nga bashkëmoshatari I tij me datën 18 nëntor të vitit të kaluar vetëm 200 metra nga shkolla Fanoli. Dy adoleshentët kishin një konflikt rreth ditë përpara ngjarjes së rënd dhe kishin lënë për t'u sqaruar. Autori pas mësimit nxori thikën dhe qelloi për vdekje 14 vjeçarin, si dhe plagosi rënd shokun e tij. Autori I dyshuar akuzohet për veprën penale vrasjen e rrethana cilësuese ndaj një të mituri.